Një shpërthim me tritol tronditi qytetin e Lezhës në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele. Lënda plase ju vendos një automjeti tip Volkswagen Golf 5 në pronësi të punonjësit të policisë dhe agentit të krimeve në policinë e Lezhës, Gjend Gjetja, 41 vjeç. Automjeti ishte i parkuar në lagjen Beselidja, pranë gjimnazit të qytetit, kur rreth orës 05:15 ndodhi shpërthimi, i cili shkaktoi vetëm dëme materiale në pjesën e përparme të makinës. Menjëherë pas ngjarjes, në vend ngjarje mbërritën shërbimet e policisë, që nisën hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Grupi hetimor po punon për identifikimin e autorit ose autorëve dhe për përcaktimin e llojit dhe sasisë së lëndës shpërthyese, ndërsa po analizohen edhe kamerat e sigurisë së bizneseve në zonë, për të gjurmuar lëvizjet para dhe pas shpërthimit. Sipas policisë, nga shpërthimi nuk ka pasur persona të lënduar. Ndërkohë, në dëshminë e dhënë para grupit hetimor, 41 vjeçari Gjend Gjetja ka deklaruar se nuk ka konflikte personale. Hetuesit dyshojnë se vendosja e tritolit në automjet mund të lidhet me detyrën e tij si punonjës policie në sektorin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Lezhë.